Edhe pas votimit në parlament të paketës së masave shtrënguese për të shmangur falimentimin, nuk kanë rreshtur protestat në Greqi. Edhe gjatë orëve të natës janë regjistruar të tjera protesta në qendër të Athinës, ndërsa është përdoru gaz lotësiellës për të shpërndarë turmat. Pavarësisht situatës së tensionuar, BE përshëndeti miratimin nga parlamenti grek të paketës së kursimeve të qeverisë në Athinë. Kështu, vendi ka bërë një hap të rëndësishëm drejt konsolidimit të domosdoshëm të buxhetit dhe reformave ekonomike, deklaruan në Bruksel presidenti i Komisionit të BE-s Jose Manuel Barroso dhe presidenti i Këshillit të BE-s Herman Van Rompuy. Përfaqësuesit e popullit grek kanë përmbushur përgjegjësitë e tyre kombëtare, deklaruan Barroso dhe Van Rompuy. Edhe qeveria gjermane përshëndeti miratimin e paketës së kursimeve në Athinë. Parlamenti grek miratoi me 155 vota pro programin e kontestuar të qeverisë Papandreou, me të cilin synohet të shmanget falimentimi i vendit. Edhe para votimit vendimtar për programin e kursimeve të qeverisë greke, miravet kanë protestuar sërish kundër këtyre planeve. Nga përleshje, të paktën 19 oficer policie u plagosën, ndërsa 10 të tjerë protestues janë paraqitur nëpër spitale me plagët e marra. Ndërkaq, kriza në ekonominë greke ka mbërthyer dhe mjetet e informimit të këtij vendi. Mes disa gazetave kryesore në vështirësi janë vende gazetat që dalin në gjuhën shqipe për komunitetin e emigrantëve. Botuesit shqiptar thonë se janë të përjashtuar nga e drejta për të marrë reklama shtetërore dhe në disa raste janë dëshkuar edhe nga gjobat.